Në përfundim të luftës së dytë botërore, andartët e Napoleon Zervës spastruan me dhunë dhe gjak krahinën e Çamërisë nga banorët historik. Qysh nga kjo kohë, historiografia greke, por edhe filmografia, tenton të justifikojnë ngjarjet duke i peshuar argumentit se çamët bashkëpunuan me fashistët. Madje morën pjesë në masakra ndaj popullatës greke bashkë me ta. Nga ana tjetër, historiografia shqiptare vazhdon në të njëjtën linjë të pandryshuar të cilësimit të gjithçkaje si genocid, apo spastrim etnik i organizuar, që vinte në një linjë me realizimin e ëndrrës së vjetër greke të Greqisë së Madhe apo Megalides. Por si qëndron e vërteta? Çfarë konkluzionesh të forta të patjetërsueshme dhe bindse sjellin dokumentet më të fundit apo historiografët për këtë ngjarje? Cilët ishin frymëzuesit dhe aktorët? Ishte një akt brenda fuqive të faktorit grek, të copëzuar nga konfliktet e brendshme, apo gjithçka ndodhi kishte lidhje me mbështetjen e aktorëve të tjerë më të plotfuqishëm? Dhe në fund, cili ishte roli i Enver Hoxhës dhe komunistëve shqiptar të ardhur ndërkohë në pushtet? Duke bërë një paraqitje të shkurtër të ngjarjeve deri në fillimin e luftës së dytë botërore, duhet pranuar se shqiptarët, në ndonjë rast të gjithë bashk, si në kohën e lidhjes së Prizrenit, ja kishin dalë mban të mos e lëshonin Çamërinë deri në vitin 1913, kur konferenca e Londrës vendosi përfundimisht kufitë e Shqipërisë. Sipas disa studiuesve, fatin e mëtejm të Çamërisë e shënoi rënja përfundimtare e Janinës, më 21 shkurt 1913 në duar të forcave greke. Deri në këtë kohë, e rrethuar ashtu si edhe Shkodra në veri, Janina ishte mbrojtur nga forca ushtarake turke dhe forca të parregullta shqiptare. Forcat greke e pushtuan Çamërinë menjëherë pas rënies së Janinës, duke regjistruar mizori të shumta ndaj popullsisë civile shqiptare. Mizori që dokumentohen edhe nga një letër që krerët e Çamërisë i dërgonin qeverisë së përkohshme të Ismail Qemalit në Vlorë. Këtu nis edhe kalvari i Çamërisë. Sipas historianit Beqir Meta, që ka përfshirë në këtë libër një numër të konsiderueshëm dokumentesh dhe dëshmish, pikërisht në këtë kohë shqiptarët e Çamërisë ranë nën sundimin grek. Krahina pjellore e Çamërisë, që shtrihet prej kepit të Stillos deri në gjirin e Artës, kishte 130.000 banor shqiptar, që nga kjo kohë fillon një presion i vazhdueshëm, një politik sistematike e shtetit grek dhe e forcave të ndryshme ultranacionaliste për shkombëtarizimin e kësaj treve. Për këtë qëllim u përdorën të gjitha mënyrat, si tatimet e rënda, grabitja e tokës, përjashtimi i popullsisë nga pjesëmarrja në administratën shtetërore, ndalimi i dhunshëm i arsimimit në gjuhën amtare, madje edhe në shkollat fillore, nxitja e përçarjes fetare midis shqiptarëve musliman dhe të krishterë, vrasjet, burgimet, dëbimi me dhunë, deri në masakrat e përgjithshme. Hapi i dytë i madh i grekëve për të zhbërë Çamërinë tentohet të ndërmerret menjëherë pas traktatit të Lozanës të vitit 1923, që parashikonte këmbimin e popullsive respektive turke dhe greke në shtetet Am. Edhe pse shteti shqiptar i kohës bëri sa kishte mundësi përmes kanaleve diplomatike, edhe pse në një rast kërcënoi të dëbonte minoritetin grek që gjendet në Shqipëri, minoriteti shqiptar në Greqi u godit sërish shumë fort. Nën pretekstin se ishin turq, qeveria greke spastroi plotësisht zonat e banuara me shqiptar në Kostur dhe Follorin. Sipas një fjalimi të përfaqësuesit të Shqipërisë me difrashëri në sesionin e 50 të Këshillit të Shoqërisë së Kombeve, mbajtur në 5 qershor 1928, jepen shifrat e përzënjes me dhunë nën koperturën e traktatit të Lozanës të 60.000 shqiptarëve, 40.000 nga viset e Greqisë Veriore dhe 20.000 nga Çamëria.
Po kështu përfaqësuesi shqiptar bën të ditur botërisht se refugjatët grek të ardhur nga Turqia ishin strehuar forcërisht në rreth 2000 shtëpi të myslimanëve shqiptar të Çamërisë, në një kohë që e gjithë kjo trev kishte vetëm rreth 3500 shtëpi gjithsej të banuara nga shqiptar mysliman. Bashkë me shtëpitë, refugjatëve grek ju dhanë edhe toka prodhuese, ullishta, vreshta, kullota, duke dëmtuar rënd ekonominë e minoritetit shqiptar. Të gjitha këto ngjarje, dëbimi nga shtëpitë, zhvatja me dhunë e banesave dhe pronave, rënimi ekonomik dhe pasiguria për jetën, grumbulluan mjaft mlev dhe urrejtje mes popullsisë çame. Britur në prag të luftës së dytë botërore, gjithsesi elementi shqiptar në Çamëri vlerësohej fort. Sipas regjistrimit grek të vitit 1936, provinca e Çamërisë kishte 74.000 banor, nga të cilët 28.000 shqiptar musliman, 26.000 shqiptar ortodoks dhe 20.000 grek. Në prag të luftës italo-greke, qeveria fashiste e Ioannis Metaksait do të ndërmerte edhe një tjetër aksion të zhbërjes së Çamërisë. Të gjithë meshkujt nga mosha 16 deri 70 vjeç, mbi 5.000 burra, u burgosun dhe u dërguan në ishujt e largët të Egjeut. Mbi 700 prej tyre humbën jetën të masakruar nga torturat dhe uria. Politika diskriminuese dhe shfarosëse që ndoqi qeveria e Metaksait ndaj popullsisë shqiptare të Çamërisë e kultivoi jashtëmase ndjenjën e ndarjes, do të shkruante për këtë ngjarje një historian i njohur grek. Për të gjitha këto arsye, shqiptarët e Çamërisë u ndjen më të sigurt gjatë pushtimit italo-gjerman. Delvinaki, uno dei primi paesi occupati. La bandiera italiana issata a Delvinaki. Un documento umano che meglio di ogni parola dice lo stato di immiseria. Por bashkëpunuan çamët musliman me fashistët italian apo nazistët gjerman në dëm të popullsisë tjetër të zonës, apo në dëm të rezistencës së popullit grek kundër fashizmit. Sigurisht që historianët shqiptar nuk i mëshojnë kësaj pjese, por se historianë të huaj janë më të ftohtë. Sipas studiueses britanike Miranda Vickers, italianët dhe gjermanët e kishin pasur gati strategjinë që do të përdornin për të bërë për vete shqiptarët. Në gusht të 1940-s, Italia sulmoi Greqinë në përpjekje për të bashkuar shqiptarët me kauzën e saj. Italia u kishte premtuar atyre unifikimin e kombit. Marrëveshja e gjermano-italiane e vitit 1941 projektoi formimin e Shqipërisë së Madhe, duke përfshirë zona të mëdha të banuara me popullsi shqiptare në Jugosllavi dhe në një masë më të vogël në Greqi. Mëtej, duke u fokusuar tek ngjarjet në Çamëri, britanika Vickers shkruan: Më pas çamët u armatosën nga italianët dhe bashkëpunuan me ta kundër fshatrave greke, të kontrolluara nga luftëtarët e rezistencës. Gjatë kësaj periudhe, nga një pakicë çamësh u kryen krime kundër civilëve grek, disa mira prej të cilëve u detyruan të largoheshin nga banesat e tyre. Shumica e çamëve, megjithatë, ishin thjesht bashkëpunëtor pasiv, duke mos i besuar italianët, ashtu siç nuk besonin edhe forcat guerrile mbretërore të Napoleon Zervas. Eine Stoßgruppe der aus Griechenland zurückgehenden deutschen Armee. Die Straße Skopje-Niš wird von Banden gesäubert. Për këtë pjesë të historisë, referencat e shumta janë marrë edhe nga libri titulluar Planika e përgjakshme, divizioni malor në luftën e dytë botërore, i autorit gjerman Hermann Frank Mayer, publikuar për herë të parë në Berlin në vitin 2008. Mes të tjerave, sipas Mayer, çamët shqiptar formuan grupe të armatosura dhe ofruan mbështetje aktive për forcat pushtuese. Këto grupe të armatosura asistuan operacionet e boshtit, si djegje fshatrash, vrasje, ekzekutime dhe realizuan një numër krimesh si në Greqi ashtu edhe në Shqipëri. Ndërkohë në Greqi ishin konfiguruar aktorët më të dukshëm të rezistencës antifashiste. Qysh në vitin 1942, Partia Komuniste Greke kishte themeluar EAM-in,
apo Frontin Nacional Çlirimtar, forcat armatosura të cilit u njohën me inicialet ELAS, në krye të cilave u vendos Athanasios Klaras. Aktori dytë që u shfaq në të njëjtën periudhë ishte EDESI, apo Liga Nacional Republikane e Greqisë, e drejtuar nga kolonel Napoleon Zerva, për të cilin do të vërtetoheshin flirtime me gjermanët, sidomos me qeverinë kuislinge të Ioannis Rallisit në Athinë. Të pozicionuara në zonën e Greqisë veriperëndimore apo në Epir, forcat e EDESit u asistuan nga misionet ushtarake britanike dhe jo vetëm me të holla, por edhe u asistuan në aksione konkrete luftarake. Shpejt, Napoleon Zerva u fut në konflikt me forcat e konsideruara si komuniste të EAM-it dhe në këtë pikë arriti të fitonte edhe më tepër mbështetjen e britanikëve. Ndërsa shkaqjet që e vendosën Napoleon Zervën dhe gueriljet që ky komandonte në konflikt me çamët, sipas historianit Beqir Meta, nuk kishin as pak lidhje me faktin apo pretendimin se ata ishin bashkëpunëtor të fashizmit. Pesh jo të vogël në çështjen çame dhe pozitën e çamrisë gjatë viteve të luftës së dytë botërore, luajti edhe lëvizja e nacionalistëve çam, e cila aspironte hapur bashkimin e çamrisë me Shqipërinë, duke shfrytzuar çdo mbështetje që ndikonte në realizimin e kësaj aspirate. Këtë lëvizje e drejtonte një këshill krahinor me organizmat e tij në 9 prefekturat dhe fshatrat e çamrisë. Pjesëtar të këshillit krahinor të çamrisë ishin njerëz me influencë, si vëllezëri Dino, Adem Muha, Hamza Rexhepi, Hizdar Ahmeti, Mahmud Mala, Ramadan Sulo, Bido Taho, Haxhi Shehu e të tjerë. Po sipas historianit Meta, një veprimtari e tillë nuk mund të tolerohej nga Athina. Për këtë arsye, qeveria e Ioannis Rallisit i kërkon të dërguarit të posaçëm gjerman për Europën juglindore Neubacher rivendosjen e prefektit dhe administratës greke në Çamëri. Pra, shkaqjet e konfliktit me çamët nuk ishin të reja. Konflikti ishte po ai i vjetri, por në rrethanat e reja të krijuara, edhe pse me një qeveri të kontrolluar nga pushtuesi, grekët nuk mund të lejonin që të humnin terren. Përkundër, situata e luftës mund të shfrytëzohej. Por si rrodhen ngjarjet? Gjithçka nis me një bashkëpunim të Zervës me gjermanët. Ja se çfarë shkruan Polikron Enepekidi, një historian i njohur grek, i cili ka përfshirë në librin e tij Rezistenca greke 1941-1944, publikuar qysh në vitin 1964, një dokument të marrë në arkivat sekrete të Wehrmachtit gjerman. Gjatë natës së 1-2 shkurtit 1944, Zerva i parashtroi komandës së Korp Armatës së 11 malore me anën e një oficeri të plot fuqishëm propozim për bashkëpunim mbi këto baza: armë pushim, bashkëpunim në luftë kundër Elasit me azhornim të vazhdueshëm mbi qëllimet e tij, mbi vetë pozitën e tij, si dhe mbi forcat armike. Sipas të njëjtit autor, paqja realizohet dhe zgjat gati 5 muaj, deri në fillim të korrikut 1944. Trupat e Zervës e thyen marrëveshjen dhe sulmojnë pozicionet gjermane në disa pika. Në vijim, në dokumentin gjerman, thuhet: Ndryshimi i qëndrimit të Zervës nga marrëveshja e arritur me gjermanët ndodhi si rezultat i ndërhyrjes së oficerëve ndërlidhës të aleatëve, të cilët morën përsipër edhe vetë udhëheqjen e ushtrisë së Zervës. Duke peshuar këto fakte të reja, historiani Beqir Meta del në konkluzionin: Zerva pranoi të futej në luftë kundër gjermanëve kur ata po i afroheshin momentit të tërheqjes së tyre nga Greqia, dhe njëkohësisht pasi mori miratimin e misionit ushtarak britanik për të ndëshkuar popullsinë çame, e cila kishte luftëtar në radhat e EAM-it, por nuk pranonte të bashkëpunonte me EDESin. Pra masakrat e Zervës në Çamëri dhe spastrimi etnik i saj nuk u bë për arsye të bashkëpunimit të popullsisë shqiptare me gjermanët, por futja e Zervës në luftë kundër ish aleatëve të tij, gjermanëve, u bë për të pasur dorën e lirë në fushatën e tij të përgjithshme në Çamëri. Thënë më shkurt, unë luftoj gjermanët nëse ju britanikët më mbështesni të spastroj Çamërinë. Por si qëndron e vërteta e pozicionimit të misionit ushtarak britanik me këtë çështje? Për fat të keq gjithçka lidhet me emrin e Christopher Woodhouse-it, antar i misionit ushtarak britanik të stacionuar pranë shtabit ushtarak të Napoleon Zervës.
Filogrek deri në fund të jetës, Woodhouse në një memorandum të tij, dërguar Foreign Office-it më 16 tetor 1945, bën një deklaratë të guximshme. Ai pranon se ka inkurajuar Zervën të shpërngul çamët nga shtëpitë e tyre në vitin 1944. Zerva, i inkurajuar prej misionit aleat që drejtohej nga unë, i përzuri ata çamët nga shtëpitë e tyre në vitin 1944 me qëllim që të lehtësonim operacionet kundër armikut. Sipas historianit Beqir Meta, ky argument nuk qëndron, pasi çamët, edhe nëse do të dëshironin, në këtë kohë nuk mund bënin asnjë rezistencë, pasi ishin çarmatosur nga ushtria gjermane. Edhe kjo një ngjarje që do vëmendje, pasi rezulton që Zerva të ketë bashkëpunuar me gjermanët edhe në këtë pikë. Me çarmatimin e popullsisë çame nga gjermanët dhe tërheqjen përfundimtare të tyre dhe me britanikët në një mendje, Zerva më në fund e pa terrenin të pastër për të nisur synimin e tij final në çamëri. Dëshmitë e dhunës, masakrave ndaj popullsisë çame muslimane janë me doza të larta makabriteti. Një numër i madh i këtyre dëshmive të dokumentuara nga qeveria shqiptare pas mbërritjes së refugjatëve çam dhe që tashmë ruhen në arkivën e shtetit, janë përmbledhur në këtë punim të historianit Kastriot Dervishi. Zajo Tafil Haxhiu nga Filati, një vajzë 12 vjeçe që kishte mbijetuar duke ju paraqitur andardëve të Zervës me emrin ortodoks Eleni, sjell dëshmi tronditse. Atë ditë, Toshët që futi me shokët e tij si komision na mblodhi të gjithëve në plate, që ishin gjithsej burra, gra e fëmijë mos e 3500 vetë dhe kështu u nisëm. Andartët na dolën në kodrën e Filatit, nda në një anë gratë dhe në një anë burrat. Burrat i merrnin diku dhe i vrisnin. Një tmerr u fut në mes ton. Nuk dëgjoj gjë tjetër veç se britmat e të vrarëve, grave e fëmijëve që kërkonin njëri tjetrin. Andartët në këto vrasje kishin marrë edhe gratë dhe fëmijët e tyre, të cilët shihnin një njeri dhe ata e vrisnin. Një mizerje e madhe ishte kur pash 3 djem, si i lidhen mirë, u pren veshët, i nxorën syt, ju pren këmbët, ju ropën lëkurën dhe i linin të kërcenin si zogj të lidhur. Krahas këtyre vrasjeve vërsuleshin të gratë, u merrnin çdo plaçk që kishin me vete, i zhvishnin, u merrnin këpucët dhe u vrisnin burrat dhe djemt para syve të tyre. Ndërsa në paramithi, andartët fillimisht u kanë kërkuar muslimanëve që të dorëzojnë armët dhe pasi kjo ka ndodhur, kanë nisur masakrën. Banorët e dëshmisë së mëposhtme kanë përmendur një shumicë autorësh të masakrës me gjeneralitete të sakta. Pasi mori fund dorëzimi i armëve, dhan urdhër që asnjë të mos qëndrojë në dyqan në orët e vona. Kështu veprua dhe në orët e vona të natës hyn ushtarët nga 8 për çdo shtëpi, mbyllën brenda me roje, ndërsa pjesën më të madhe i vran rrugës pa i dërguar më në shkollë. Kështu që vrasjet dhe masakrat i filluan të martën mbrëma dhe deri të mërkurën i mbaruan burrat së masakruari me thika dhe hanxhar. Pasi mbaruan me burrat, u kthyen nga gratë dhe mbasi i rrihnin gratë, u merrnin gjithçka kishin në shtëpi dhe së fundi zhveshën gratë e reja lakuriq dhe mbasi i çnderuan sa deshën dhe i grabitën që nuk u lan gjë pa marrë dhe filluan dhe masakruan edhe gra e fëmijë me thika. Sot, historiografia botërore e njeh dhe e veçon sidomos spastrimin e çamërisë nga shumica përbërëse që ishin shqiptar të besimit fetar musliman. Po kështu, autorë nga më të besueshmit kanë dalë në konkluzionin se Napoleon Zerva thjesht eci në një linjë, apo thjesht pati mundësinë që t'i jepte dorën e fundit tentativave të vazhdueshme të politikës greke për spastrimin e çamërisë nga shqiptarët. Në këtë konkluzion vjen edhe britaniku Mark Mazower, i konsideruar si një nga historianët më të vlerësuar të kohës. Në librin e tij, Brenda Greqisë së Hitlerit, dilet në përfundimin logjik se grekët nuk vepruan një lloj me të konsideruarit bashkëpunëtor të fashizmit. Kështu, ata masakruan shqiptarët e çamërisë, por kursyen vllehët e Thesalisë, edhe pse këta, gjatë pushtimit,
ishin armatosur nga italianët duke formuar një legjon roman që ishte bërë jashtëzakonisht i urryer për grabitjet dhe krimet. Të mbërritur me mira në Shqipëri, çamët nuk do të gjenin një mikpritje siç mund ta dëshironin. Sipas disa raporteve amerikane, në këtë kohë të hartuara nga kreu i misionit në Shqipëri Jacobs, një pjesë e mirë e tyre flinin jashtë, ndërsa një pjesë tjetër në çadra. Për të lehtësuar sadopak barrën e qeverisë shqiptare, por edhe për t'i bërë një paraprit një angazhimi eventual të Enver Hoxhës për të përzënë minoritetin grek nga Shqipëria përpara spesh, amerikanët u detyruan të sillnin ndihma jashtë kuotës për Shqipërinë në shumën rreth $1.5 milion. Një përkujdesje e kotë, pasi Enver Hoxha, rastin e çamëve, dëshmohet ta ketë përcjell me apati dhe mosinteresim. Udhëheqësi i komunistëve shqiptar dokumentohet të ketë ngritur zërin për shpërnguljen e çamëve vetëm në 2 raste, në vitin 1945, kur thirrën në një takim urgjent antarët e misioneve ushtarake të huaja, dhe një vit më pas, më 1946, këtë radhë, konferencën e paqes në Paris. Ai pothuajse u pajtua me faktin e kryer nga grekët, madje më pas, me fillimin e luftës civile në Greqi, nënshkruan një gafë të pafalshme duke vendosur të dërgojë refugjat çam të luftojnë në Greqi, në krah të gueriljeve komuniste. Në librin e tij, historiani Kastriot Dervishi ka përfshirë proces verbalin e një mbledhje të turpshme të byros politike, të mbajtur më 25 mars 1949. Ja se çfarë thuhet në raportin e Liri Belishovës. Deri tani vetëm 30 veta kanë kërkuar që të shkojnë dhe antarët e partisë e kanë marrë këtë çështje pa entuziazëm. Antarët e partisë nuk e kanë pritur mirë dhe reaksioni ka punuar për veten e tij. Ai e ka përgatitur terrenin për vete. Janë marrë refugjat grek në 2-3 raste dhe me forcë për të shkuar atje. Përgjithsisht, çamët nuk duan të vënë në Greqi. Parulla është se s'kemi besim te grekët. Duam të rrim në Shqipëri ose na lini të shkojmë në Turqi. Ndërsa Mehmet Sheu propozon një zgjidhje sipas stilit të tij. Ai propozon që çamët të merren forcërisht dhe të dërgohen në Greqi për të luftuar së bashku me gueriljet komuniste. Këtë duhet ta bëjmë pa e diktuar kush brenda një nate, se ndryshe na ikin. Tani të mos përdorin forcën me ta se janë shtetas të huaj. Tani t'u themi komiteteve të partisë së rretheve ta lënë këtë çështje në heshtje dhe brenda një nate t'i shpijem në kufi. Kjo është një pjesë e historisë së dhimbshme të banorëve musliman të Çamërisë, të masakruar dhe shpërngulur me dhunë nga territoret e tyre historike. Faktet tregojnë se për fat të keq, kalvari i tyre do të vijonte edhe pas kalimit në territorin shqiptar, dhe kjo fal ignorancës, dritshkurtësisë dhe aleancave të gabuara politike të bashkëdhetarëve të tyre.